pyetja ime drejt për drejt është a do t'jesh pjesë e negociatave për krijimin e institucioneve të Kosovës? Faleminderit shumë, unë jam nënkryetari i LDK-s dhe kjo do të varet nga formati i takimeve që mund të ndodhë nga nesër e tutje, dhe ai format determinon edhe mandej emrat e përveçëm të atyre që përfshihet. Unë mund t'ju konfirmoj sot, edhe dje ka mund t'a konfirmoj edhe nesër, gjithmonë kanë qenë afër përfaqësimit të interesit të LDK-s, i përfshijmë në mënyrë direkte apo indirekte. Herën e fundit nuk kam qenë drejt për mënyrë indirekte ka qenë i përfshim dhe natyrisht do të varet nga kryetari i LDK-s se si do të harmonizon përfaqësimin edhe formatin e dialogut nga nesër me zotin Kurti që përfaqëson Partinë e Parë. Ilir Deda ka pyetje. Përshëndetje, një pyetje. Ilir, përshëndetje. Lut, çush keni me menaxhu këtë mungesën e kohezionit brendshëm? Të marr parasysh që gjysma e partisë gati nuk